Një delegacion i kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës i përbën nga kryeimami Vedat Sahiti, drejtori për kulturë dhe veprimtari botuese Ramadan Shkodra, dekani i Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë Islam Hasani, si dhe kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Preshevë Nexhmedin Ademi, u pritën në takim nga kryetaria Preshevës Ardita Sinani. Gjatë këtij takimi u diskutua për rolin që ka Bashkësia Islame në ruajtjen e harmonisë shoqërore, promovimin e vlerave humane dhe forcimin e unitetit në komunitet. Në këtë takim po ashtu theksua rëndësia e vlerave të solidaritetit, mirëkuptimit dhe bashkëpunimit ndërinstitucional. Në kuadër të vizitës në Preshevë, delegacioni i Bashkësisë Islame po ashtu mori pjesë në iftarin tradicional Sofra Ramazanit, i cili shtrohet nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës. Gjatë këtij iftari të pranishmit fillimisht i përshëndeti kryetari i Këshillit Nexhmedin Ademi, i cili theksoi mbështetjen e vazhdueshme që Bashkësia Islame e Kosovës i ka dhënë organizimit fetar në luginën e Preshevës, duke vlerësuar rëndësinë e kësaj përkrahje në ruajtjen e jetës fetare dhe institucionale. Kjo sofër e iftarit që na ka bashku këtu është tradicionale dhe përmes këtij aktiviteti dhe kësaj mbështetje Bashkia Islame e Kosovës vazhdon për me e mbështet popullatën qytetarët, besimtarët të luginës së Preshevës, sikur që ka vazhduar ta mbështesh historik ky bashkëpunim. Dhe kjo lidhje organike me Bashkinë Islame të Kosovës është historike dhe shpresoj që të fuqizohet edhe më shumë, në të ardhmen të kompletohet edhe më shumë dhe gjithnjë momentet, sfidat, ballafaqimet të cilat i kemi, dertet e gajet, të kalojmë bashkarisht. Ndërkaq kryeimami i Bashkësisë Islame të Kosovës foli për ruajtjen e bashkëpunimit të qëndrueshëm dhe organik ndërmjet Bashkësisë Islame dhe luginës së Preshevës. Ai përmendi kontributin e çmuar të hoxhallarëve ndër breza për ruajtjen e identitetit fetar dhe kombëtar në këtë troje, duke theksuar se mbështetja morale dhe materiale nga Bashkësia Islame nuk ka munguar asnjëherë. Bashkia Islame e Kosovës, sikur se edhe në kaluarën, edhe në të ardhmen do të vazhdojë të jetë për krah Këshillit të Bashkisë Islame qoftë në Preshevë, pra edhe me projektin që kemi realizuar së bashku me Këshillin, me gjithë imamët e Preshevës, që tani ata kanë një adresë, kanë objekte, kanë zyra ku mund të ushtrojnë aktivitetet ndryshme fetare, kulturore, në shërbim të komunitetit, po ashtu edhe gjatë këtij viti. Edhe në Bujanovc kemi marrë një aksion dhe kemi bler një në qendër të Bujanovcit Këshillin, pra zyret ku ata tani më veç janë që sa vite aty. Edhe ky iftar është një shenjë mirënjohje për gjithë ju, veçanti për imamët, për xhamatet e tyre, për angazhimin e tyre në shërbim të komunitetit, në shërbim të fesë, të dinit, të imanit e të vatanit. Dhe do të mundohemi që edhe në të ardhmen me projekte të rëndësishme të jemi pran jush. Në këtë iftar, përveç delegacionit të Bashkësisë Islame të Kosovës, morën pjesë përfaqësues të Këshillit të Bashkësisë Islame në Preshevë, përfaqësues nga pushteti lokal, drejtues të institucioneve lokale, imam veteran, si dhe besimtar të shumt nga Presheva dhe rrethina.